Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim mbi hënën e plot dhe ndikimet që ka të shenjat e horoskopit dhe çfarë ndikime ka gjatë kësaj periudhe. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, sepse përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal, por dhe videot e vitit 2026. Atëherë, shohim ndikimin që do ketë kjo hënë e plot, që është në datën 5, është në aksin Dem Akrep, gjithsesi është një hënë e plot që do ketë ato ndikimet e veta. Do bjeri gjëra në lidhje me dashurin, ndoshta disa tensione ose situata të ndryshme, mërzitje ose situata të vështira që ju keni pasur. Gjithsesi, do jetë nevojshme që ju të ndjeni të lirë gjatë kësaj periudhe, sepse mund që të pastroni gjërat ashtu papritur në lidhje me dashurinë. Por gjithsesi kjo ndikon shumë edhe në lidhje me anën ekonomike. Është e nevojshme që të krijohet një stabilitet ose një stabilitet ekonomik më saktë. Dhe ndikime do t'i ketë dhe në lidhje me anën ekonomike, sepse Demi është një shenjë që do stabilitet, do që të jetë në atë rutinën e përditshme, të mbaj gjërat që ka, por gjithsesi është një fazë ku të tjerët disa mund të kenë edhe disa situata që do ndodhin gjatë kësaj periudhe, më tepër për të pastruar anën tuaj në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por edhe pse do ketë edhe shumë pasion gjatë kësaj periudhe, ju jeni gati për të pasur këtë pasion për të thënë të vërtetën e gjërave gjatë kësaj hëne të plotë, por edhe për të mbyllur situata të vështira që keni pasur në lidhje me dashurinë, por edhe me anën ekonomike. Gjithsesi, do shohim se çfarë na thot taroti në lidhje me këtë gjë. Atëherë, doli karta e botës që ka 4 energji, ka energjinë e shenjës së Demit, që është kjo hënë e plot, por dhe shenja e Akrepit është në këtë aks, por ndërkohë kemi edhe shenjën e Virgjëreshës dhe shenjën e Luanit. Kemi energjitë shenjave të ujit dhe kemi kartën e Jupiterit, shohim të perandoreshës që ka planet Jupiterin, fillime dhe zhvillime shumë të mira. Atëherë, fillojmë në lidhje me kartën e botës. Shoh ndryshime të mëdha që do vinë tek ju, ndoshta ju do mbyllni gjatë kësaj hëne të plot situata të vështira, mund të keni sqarime ose të pastroni situata në lidhje me dashurinë, por dhe nga ana ekonomike, por dhe me situata të ndryshme që ju do keni. Gjithsesi, shoh një ndryshim të madh që ndodh tek ju, do harrini të kapërceni ose të kaloni këtë cikël të vështirë që ju keni kaluar deri tani, për të filluar një cikël të ri të lumtur. Ju do gjeni forcën për ta bërë këtë, por ndërkohë shoh që do kërkoni dhe një lloj stabiliteti në lidhje me marrëdhëniet tuaja, me njohjet ose lidhjet që keni në lidhje me dashurinë. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që ju do tregoheni do jeni më të organizuar në lidhje me këtë cikël të ri që do filloni, por do gjeni forcën brenda vetes për të ecur përpara, për të bërë një fillim të ri. Dhe kalojmë te ndjekësi kupave, shoh një person që vjen drejt jush, është një person që ka ndjenja, ka emocione në lidhje me ju, dhe këtu bëhet fjalë në lidhje me një fillim të ri në dashuri. Dhe ju shoh që fati do t'ju ndihmojë në lidhje me këtë dashuri, me këtë fillim të ri që do marrë zhvillime të mira. Por këtu bëhet fjalë edhe në lidhje me punën tuaj, nga ana ekonomike, për të krijuar, shoh një ofertë që do vi, është një ofertë shumë e mirë, keni lajme të mira,
dhe shoh një fillim që do marrë zhvillime shumë të mira, por do sjellë dhe bollëk dhe prosperitet. Ndërkohë, ju do jeni edhe më me këmbë në tokë, sepse do dëshironi një lloj stabiliteti në lidhje me gjithçka, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike, por kjo ka vlerë edhe në lidhje me gjithçka tjetër. Dhe shohim çfarë na sjell karta e botës. Një çlirim shpirtëror shoh. Atëherë kemi 9-ën e kupave dhe kemi edhe 9-ën e monedhave. Atëherë shoh një çlirim shpirtëror. Ju do ndiheni më të qetë duke mbyllur diçka, ndoshta duke sqaruar ose duke biseduar në lidhje ose duke pastruar njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe kjo gjë do t'ju çlirojë nga ana shpirtërore. Ndërkohë ju do ndiheni shumë të sigurt në lidhje me anën tuaj emocionale, por shoh dhe një stabilitet ekonomik për disa prej jush. Kjo nënda është një numër që tregon dhe fundin e disa situatave që ju mund të mbyllni diçka, jeni afër fundit për ta mbyllur këtë, por ndërkohë ju shoh shumë të sigurt në veten tuaj, me besim dhe me vetbesim të plot. Në momentin që ju të mbyllni diçka, të çliroheni, atëherë ju do filloni të keni më besim te vetja juaj për të hedhur hapa para. Ju do ndjeni dhe më të sigurt në lidhje me hapat, me këtë cikël të ri që do filloj. Ndërkohë një pjesë prej jush do merrni një shumë të konsiderueshme parash që do t'ju japi një lloj stabiliteti dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të ndiheni mirë. Kemi lajme të mira këtu përsëri edhe nga ana ekonomike, do jetë një fazë mirë ekonomike. Dhe vazhdojmë në lidhje me kalorsin e kupave, çfarë na sjell. Dhe kemi kartën e magjistarit, që ka 4 energji, janë të përfshira gjitha energjitë e shenjave të horoskopit. Shoh realizime. Ndoshta ky person që vjen drejt jush, dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë, ju mund të keni manifestuar në lidhje me këtë person. Mund të jetë një dashuri e re për një pjesë prej jush, ju keni dashur që të futeni në një njohje ose në një lidhje, dhe unë shoh që do ta realizoni. Ndërkohë, për një pjesë tjetër, shoh që mund të realizoni diçka nga ana ekonomike, ku ju vërtet keni dëshiruar në lidhje me anën ekonomike që të ketë rritje ose gjërat të shkojnë mirë, dhe shoh një realizim. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me situata të ndryshme që kanë lidhje me institucionet shtetërore, me ligjin, me situata të ndryshme që keni, ju dëshironi të mbyllni diçka. Ju shoh që jeni duke e manifestuar, e kërkoni të mbyllni diçka aty, mund të ketë lidhje me dokumenta të ndryshme, ose edhe në lidhje me anën shëndetësore për një pjesë prej jush, por shoh që me shumë mençuri do harrini të mbyllni gjërat, sepse ju keni manifestuar, diçka realizohet edhe në lidhje me këtë. Për një pjesë tjetër edhe në lidhje me punën tuaj, shoh që do keni një ofertë shumë të mirë, keni një realizim edhe në punën tuaj, mund të jetë një ofertë e re në punë, një punë e re. Në rastin tjetër mund të jetë një partneritet, një bashkëpunim, ku ju mbyllni një partneritet ose një bashkëpunim dhe filloni diçka të re, por është një ofertë shumë e mirë që do t'ju japi siguri. Ose edhe në lidhje me bashkëpunime të ndryshme, me negociata që mund të keni gjatë kësaj periudhe. Dhe shoh që ju do jeni shumë bashkëpunues gjatë kësaj periudhe, ndoshta do bashkëpunoni në lidhje me këtë person që vjen drejt jush, në lidhje me dashurinë, mund të jetë dhe një person që është te vendi punës për një pjesë prej jush, por gjithsesi ju shoh do bashkëpunoni në marrëdhëniet tuaja. Për pjesën tjetër, shoh që ju do bashkëpunoni te vendi punës në lidhje me partneritete të ndryshme që mund të keni, ose edhe me negociata që do keni gjatë kësaj periudhe. Është një energji shumë e bukur, këtu jemi te energji e shenjave të tokës, dhe vazhdojmë me mbretëreshën, me perandoreshën. Shohim, kemi një kartë arkanës, 1, 2 karta të arkanës së madhe, 3 karta të arkanës së madhe. Dhe shoh çfarë do ndodhi në lidhje me fillimet e reja. Kemi energjitë shenjave të ujit dhe të zjarit. Atëherë ju shoh që ju do bëni një fillim të ri. Mund të jetë një shtatzani gjatë kësaj periudhe
për një pjesë prej jush, mund të jetë një fillim i ri në dashuri, ose ju dëshironi që të çoni gjërat para në lidhje me dashurinë, me punën, anën ekonomike, por shoh që gjërat do marrin një zhvillim shumë të mirë me ndryshimin e këtij cikli. Dhe me këto lajme të mira që do vinë drejt jush. Është një person që vjen drejt jush, flasim në lidhje me dashurinë. Për një pjesë prej jush mund të jetë shpirti juaj binjak. Për një pjesë tjetër, shoh që ju do sqaroni situata dhe një person mund t'ju kërkoj falje, ose ju t'i kërkoni falje një personi. Do ketë disa diskutime aty, ndoshta në lidhje me situata që keni në lidhje me dashurinë. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh një rikthim të një personi nga e kaluara. Do jeni shumë mbështetës ndaj fëmijëve tuaj në lidhje me fillimet e reja që do bëjnë. Mund të jetë fillim një kursi, një trajnimi, një pune, një zhvendosje, por dhe këtu kemi përsëri 2 gjashta. Ju shoh që një fitore, një sukses. Ju do t'ja dilni me sukses në lidhje me çfarë do lloj gjëje që do bëni gjatë kësaj periudhe. Ju shoh që do merrni disa para, por siç do t'i merrni ashtu dhe do t'i jepni. Ose ju do jeni duke ndihmuar edhe persona të afërt, mund të ndihmoni fëmijët tuaj nga ana ekonomike, t'i mbështesni ata, ose për një pjesë tjetër mund të ndihmojnë prindrit e tyre, ndërsa për disa të tjerë mund të jetë që të ndihmoni dhe një person që është në nevojë. Gjithsesi, me kartën e fundit, ku kemi energji zjarri, shoh shumë pasion në lidhje me ju, shoh një fitore, një sukses, ju do arrini t'ja dilni dhe të shijoni atë erën e suksesit dhe të fitores në lidhje me dashurinë, me një lloj rikthimi, me shtatzanim për një pjesë tjetër, por dhe në lidhje me anën tuaj ekonomike. Ju shoh në udhëtime, mund të keni udhëtime të shkurtra ose të gjata, mund të jeni edhe por shoh gjithashtu që në lidhje me një sukses që do keni gjatë kësaj periudhe, jo të gjithë njerëzit do t'ju mbështesin, mund të ketë persona që do gëzohen për këtë fitore dhe për këtë sukses që ju do keni, por do keni dhe persona ziliqar. Dhe shohim si përfundim dhe dolën 2 letra. Atëherë ju shoh që do t'regojeni pak të mbyllur në lidhje me situata të ndryshme, edhe pse është periudha që ju duhet të shpreheni, ju duhet të diskutoni situata që mund të keni në lidhje me dashurinë, me punën, ta hapni syt dhe të shikoni gjërat më qartë. Dhe këtu jemi te energjia e shenjës së monedhave dhe te energjia e shenjës së zjarit përsëri. Atëherë, ju shoh që ju keni mbyllur syt, nuk dëshironi të flisni, por është periudha që duhet hyni në diskutime, duhet t'i thoni gjërat ashtu siç janë, të vërtetat ashtu siç janë, si në lidhje me njohjet që keni, me lidhjet ose marrëdhëniet, dhe ju shoh pak të mbyllur dhe në lidhje me punën ose nga ana ekonomike. Ju thjesht keni mbyllur syt para gjërave, ju shoh. Mos i mbyllni syt, hapini, sepse një dritë e bukur po ju pret këtu, për të bërë ato ndryshimet e nevojshme që ju dëshironi t'i bëni gjatë kësaj periudhe, si në lidhje me dashurinë, por dhe nga ana ekonomike. Dhe kemi kalorësin e shkopinjve, ju shoh në lëvizje, me shumë pasion, në bërjen e gjërave, mund të keni udhëtime gjatë kësaj periudhe. Për pjesën e personave që mund të kenë një person që është në distancë, ju sigurisht mbyllni syt para këtij personi. Dhe nuk dëshironi të hapeni, flasim në lidhje me dashurinë, për gjithë ata që janë në njohje. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që ju do lëvizni për të pasur kontrata të rëndësishme gjatë kësaj periudhe, do keni shumë pasion në bërjen e gjërave tham, por ndërkohë edhe në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike. Por do jeni duke lëvizur edhe në lidhje me kontrata të ndryshme që ju dëshironi të lidhni gjatë kësaj periudhe. Është një energji fantastike. Unë do marrë një mesazh nga Anglit për të parë se si do shkoj, çfarë mesazhi ju japin Anglit në lidhje me Atëherë kemi gjashtën e shkopinjve, është energji zjarri dhe është një fitore, një sukses.
të reja të mira po vinë drejt jush. Ju mund të shkoni drejt gjërave të reja, provoni të shkoni drejt gjërave të reja. Atëherë unë shoh që ju do t'ja dilni me sukses gjatë kësaj hëne të plot, do jeni në lëvizje, në udhëtime, do keni fat në lidhje me dashurinë, do keni pasion, një shoh, por do keni dhe të reja që do vinë, të mira që do vinë drejt jush. Mund të jetë një person që vjen drejt jush ku ka shumë pasion, mund të jetë një punë ose një fitore në bashkëpunime, partneritete, por dhe nga ana ekonomike. Është një mesazh fantastik në lidhje me këtë hënë të plot. Atëherë, efektet e hënës janë para dhe mbrapa, kështu që mirë është që këtë video ta ndiqni. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, por dhe një të diell sa më të këndshme të gjithë ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për leximin private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit, por dhe te WhatsAppi. Atëherë doja të bëja dhe të thoshja dhe diçka, për nuk e di, kur shkruan te kanali, komente të pavlera nuk më bëjnë asgjë. Duhet ta dini që asgjë nuk më bëjnë. Nuk ndikojnë fare tek unë. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm.